të gjithë bizneset të cilët importojnë, prodhojnë ose përpunojnë produkte dhe I vendosin për herë të parë në treg. Është diçka që neve e kemi kërkuar. Ligji në fakt vendos një kosto ekstra për të gjitha bizneset. Paguan shishen e ujit, paguan ujin dhe shishen. Do ishte një gabim I madh të konsiderojmë të zgjidhur çështjen e menaxhimit integruar të mbetjeve me ndarje burim. Është një ligj që mundson absolutisht rritjen e kompanisë tonë. E di që shihet si kopçarje. Jo, por prandaj po bën dhe podcaste dhe informimi që nuk është dhe aq kopçari, ulje kostosh do të thotë dhe ulje çmimesh. Pa pikërisht pa. Përshëndetje dhe mirë se vini në serinë e podcasteve të mbështetur nga Bashkimi Evropian nëpërmjet programit EU for Green Gen. Do të diskutojmë sot për një ligj shumë të rëndësishëm që po vjen jo vetëm në aspektin ligjor në ekonominë shqiptare, por pikërisht për efektin që ka drejt për së drejti në ekonomi dhe tek prodhuesit për ligjin e përgjegjësisë së zgjeruar të prodhuesve që njihen ndryshe si PZP. Çfarë do të sjellë ky ligj? Cilat janë benefitet, si është mirëpritur deri më tani nga komuniteti I sipërmarrjes, çfarë benefitesh do të sjellë, si do të procedohet, do t'i marrim të gjitha këto përgjigje nëpërmjet të ftuarve që kemi sot në studio. Kemi zotin Konalsi Gjoka, ekspert I cili vjen nga studia e konsulencës Ekodes. Gjithashtu kemi edhe zotin Drini Zusi, sipërmarrës dhe më lejo të them brezi I dytë I familjes së sipërmarrjes. Kështu që edhe kjo është për të përgëzuar. Mirë se erdhët, sepse është një ligj I rëndësishëm për ekonominë tonë. Për ju zoti Gjoka, çfarë do sjellë ky ligj? Që faktikisht edhe emrin e ka thuajse sqarues, përgjegjësia e zgjeruar e prodhuesit. Çfarë nënkupton? Ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit është një iniciativë e marrë së fundi nga Ministria e Mjedisit në kuadrin e përpjekjeve që është duke bërë vendi për parafrimin me legjislacionin e BE-s. Është një politikë e cila tek neve ka kaluar në formën e një ligji, është pjesë përbërëse e shumë direktivave dhe është shtylla kryesore për ta aplikuar ekonominë qarkulluese. Që do të thotë, sipërmarrja, çfarë do detyrohet të përmbush? Atëherë, të gjithë prodhuesit, të gjithë bizneset të cilët importojnë, prodhojnë ose përpunojnë produkte dhe I vendosin për herë të parë në treg, përgjegjësia e tyre deri tani ka qenë deri në momentin që produkti shitej. Tani përgjegjësia e tyre është më e gjerë. Mbasi produkti hidhet në treg, të tëra paketimet që janë në formën e mbetjeve që ngelen, përnjëhersh mbasi produkti konsumohet ose në fazën kur produkti e plotson ciklin e jetës apo konsumohet dhe lëshon mbetje në treg, tashmë të gjithë prodhuesit do të kenë një përgjegjësi për të menaxhuar këto mbetje dhe kjo përgjegjësi do të jetë përgjegjësi organizative, përgjegjësi financiare dhe përgjegjësi për të informuar në mënyrë të tillë që neve të arrijmë të bëjmë mbledhjen e diferencuar të mbetjeve dhe duke bërë mbledhjen e diferencuar të mbetjeve neve rrisim shanset për riciklimin, ripërdorimin dhe ripërpunimin e ndarë të mbetjeve që janë në thelb dhe elementet kryesorë të ekonomisë qarkulluese. Patjetër, në fakt Drini, jo pa qëllim ju jeni pjesë e këtij episodi, duke qenë se edhe ju si kompani bëni pikërisht këtë që merrni mbetje, pavarësisht janë mbetjet nga bagtit, dhe ju I keni produkt mbetje shtazore dhe I keni një produkt për të hedhur në treg, por që përfshiheni edhe nga ky ligj që sigurisht ju shoqëron në përgjegjësitë tuaja. Në gjykimin tuaj si sipërmarrës, çfarë sjell ky ligj? Edhe sa mbështetës është për ju? Për ne si biznes apo për industrinë në përgjithësi edhe për ekonominë shqiptare për bizneset? Do doja ta nisnit ju personalisht si biznes dhe më pas në efektin e gjerë që ka si sipërmarrje në ekonominë shqiptare. Për ne është një ligj që mundson absolutisht rritjen e kompanisë tonë. Është diçka që neve e kemi kërkuar prej shumë kohësh dhe jemi shumë të lumtur që më në fund ka një, po themi, angazhim pozitiv kundrejt vendosjes së këtij ligji dhe zbatimit të këtij ligji. Jo për të kundërshtuar zotin Gjoka, pasi në fushën e tij është 10 fish ekspert krahasimisht me atë se çfarë mund di unë në fushën e mjedisit, por në frymë dhe në natyrë ky ligj ka ekzistuar, nuk është se nuk ka ekzistuar. Qoftë në ligjin e 2011 që është për menaxhimin e integruar të mbetjeve, qoftë edhe në një ligj akoma më të hershëm që para 22 vitesh, 23 vitesh, që është ligji I 2003-shit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta, ku bëhet një ndarje shumë e qartë midis çfarë konsiderohet mbetje dhe çfarë konsiderohet hedhurin. Mbetje është diçka që prodhohet dhe prodhuesi, pra është në ligjin e 2003-shit, që prodhuesi ka për detyrë të merret me atë mbetje sipas hierarkisë, që është kjo hierarkia që kemi edhe këtu, pra ta riciklojë. Ndërsa hedhurin është mbasi ti e marr me mbetje dhe është diçka që nuk mund të ndjeki dy fazat e para të hierarkisë, atëherë mund të depozitohet në një mënyrë që nuk mund të rikthehet në ekonomi, por thjesht është
Edhe nga vetë fjala që ne kemi hedhurin. Pasi ka kaluar edhe fazën e të quajturit lëndë parë dytësore për kompaninë që lëndë parë dytësore, patjetër. Pra rikthehet po prap në ciklin e përdorimit dhe shërben si lëndë parë në çfarëdo lloj produkti të ri. Siç e thash, për neve është realisht bekim, sepse kompania jon është 100% e mbështetur në parimet e ekonomisë qarkulluese dhe është 100% e mbështetur e ardhmja e saj në zbatimin e këtij ligji apo në zbatimin e përgjegjësisë që ka gjithë secili prodhues, çdo lloj industrie, për tu angazhuar që të kujdeset për se ku shkojnë mbetjet e tyre dhe për të zbatuar ligjin. Në aspektin e industrisë dhe në aspektin e bizneseve në përgjithësi, unë e di që shpesh herë interpretohet fakti që një ligj i ri, sidomos edhe të merresh me mbetjet, pse do të merrem me mbetjet. Unë kam mendjen të prodhoje, duhet prodhoje se kjo është një gjë dytësore, e di që shihet si kokçarje. Jo, prandaj po bën dhe podcaste dhe informimi që nuk është dash kokçari, por është biznes, është ripërdorim, është fitim. Është biznes, është inovacion dhe është ulje kostosh. Pse? Sepse çdo produkt. Ulje kostosh do të thotë dhe ulje çmimesh, Pa pikërisht pra. Ulje kostosh për prodhuesit dhe ulje çmimesh për konsumatorin në fund. Pse? Sepse nuk do na duhet të importojmë shumë produkte që sot lindin si pasojë e industrive ricikluese që janë nëpër botë, që e kanë bërë këtë hap përpara nesh, por këto industri ricikluese do të prodhohen, do të krijohen dhe do t'i prodhojnë ato lëndë para apo ato produkte që neve na duhen, industrive të tjera do t'i prodhojnë në Shqipëri me një kosto më të lirë, neve rrjedhimisht do duhet që ta reflektojmë atë ulje kostosh në çmimin final konsumatorit. Zote Gjoka, ajo çfarë Inka ka bërë ndër vite dhe nuk është njohshje e fundit, e risje e fundit, nga vite që është në treg, e sheh si një bekim. Nga ana tjetër, si kanë qenë komentet që kanë ardhur nga ana e prodhuesve pikërisht për këtë ligj? E kanë parë ata si një mundësi apo e kanë parë si një kosto të shtuar? Tashti, ligji në fakt vendos një kosto ekstra për të gjitha bizneset të cilat hedhin produkte në treg. Është një kosto e cila do të justifikojë grumbullimin, transportin dhe trajtimin e këtyre mbetjeve. Ligja jep të përgjegjësi bizneseve. Dhe bizneset shpeshherë e shikojnë si ngarkesë me tarifa dhe me kosto ekstra. Në fakt, është, ashtu siç thotë zoti Drini, është edhe oportunitet, sepse në përgjithësi bizneset janë të prirura për të ulur kostot. Dhe vendosja e një tarife të tillë do t'i shtynte drejt inovacionit. Po të marrim një shembull shumë të thjeshtë. Marrim një biznes, një supermarket i cili vendos në treg produkte, ndoshta prodhon reçel apo mjalt me kavanoza, qelçi, dhe për çdo produkt që do të vendosi në treg, ai do të marrë koston e grumbullimit mbrapsht të këtij produkti dhe format janë të ndryshme, ligji shef 3 forma, ose i paguan to kosto vet, ose nëpërmjet një shoqërie me përgjegjësi të zgjeruar, ose nëpërmjet skemave kolektive. Por çfarë do ndodhi? Për çdo kavanoz që ai do të vendosi në treg, ai do të ketë një tarif ekstra që do duhet paguaj. Dhe kjo tarif varet nga materiali, varet nga paketimi i materialit dhe nga pesha. Për një biznes i cili vendos disa kavanoza me peshë 500 gram, në qoftë se do t'i uli gramaturën, duke ruajtur të njëjtin volum, pra kavanoza në peshë 380 gram, ai do të kursej para jo vetëm për sa i përket blerjes së lëndës parë, që është kavanozi, i cili duke pasur një gramaturë më të vogël, përdor më pak lëndë të parë, por nga ana tjetër do të paguajë më pak para dhe për çdo produkt që do të vendosi në treg. Pra ja se si një incentiv bën që biznesit të fillojë të mendojnë ndryshe për mënyrën se si e paketon produktin. Tashmë bizneset do kërkojnë që të kenë paketime sa më të thjeshta, paketime sa më të lehta, paketime me produkte të cilat janë të riciklueshme. Në këtë mënyrë, marka e biznesit do të jetë një markë e cila mund të aksesojë tregjen ndërkombëtare, sepse fillon dhe plotson standardet ndërkombëtare të mjedisit. Nga ana tjetër, kostot operative të biznesit do të jenë më të ulta, sepse imagjinoni një kamion që tashmë transporton pajisje produkte me një peshë më të ulët, mund të marrë dhe më shumë në volum dhe për detyrimisht ulen kostot e transportit për njësi. Duke ulur kostot e transportit për njësi, kemi një rritje të marzhit të fitimit për vetë biznesin. Dhe plot shembuj të tjerë mund të sjellim kur bizneset për shembull dhe në momentin që do të kenë paketime të cilat do t'i kenë të thjeshta, sa më të thjeshta, e kanë edhe më të lehtë për t'i ndarë dhe shpeshherë nga këto paketime mund të lindë ajo që ka lindur edhe tek biznesi i zotit Drini, ku mbetjet e njëjtë biznes shërbejnë si lëndë parë për biznesin tjetër. Kështu që këto kosto
jo vetëm që fillojnë dhe reduktohen, pra ky lloj inovacioni që ky ligj shtyn tek bizneset, jo vetëm që redukton këto kosto, po krijon dhe mundësi fitimi. Ndaj, unë do të thosha që bizneset, ashtu sikurse zoti Drini e përmendi, pa tha jemi të bekuar nga ky ligj, duhet shikojnë në këtë optik. Bizneset duhet bëhen gati, sepse në momentin që Shqipëria do të jetë në BE, ky ligj do të jetë i detyrueshëm për të gjithë. Ato biznese të cilat arrin sot të bëjnë të mundur adaptimin dhe përshtatjen, nesër do jenë më kompetitive në treg. Dakor, unë do t'ju ftoja juve, por dhe shikuesit, që të ndjekim edhe opinionin e dy sipërmarrësve, të cilët janë të dedikuar në bizneset e tyre tek riciklimi, zotit Vullnet Haka dhe zotit Bardyl Baltësa, se çfarë mendojnë ata për këtë ligj dhe e shohin kosto apo e shohin përfitim. Ligji i ri për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit synon të ndryshojë mënyrën se si menaxhohen mbetjet në Shqipëri, duke vendosur përgjegjësi direkte mbi prodhuesit, importuesit dhe tregtarët e produkteve që pas përdorimit krijojnë mbetje. Ky ligj parashikon që bizneset të mbulojnë kostot e grumbullimit, riciklimit dhe trajtimit të mbetjeve, duke krijuar skema të posaçme organizimi dhe financimi për këtë proces. Një nga risytë kryesore është krijimi i shoqërive të posaçme, që do të organizojnë mbledhjen dhe riciklimin e mbetjeve, si dhe vendosja e detyrimit për regjistrim dhe raportim të produkteve të hedhura në treg. Gjithashtu, ligji parashikon taksa dhe tarifa që do të përdoren për zhvillimin e ekonomisë qarkulluese dhe përmirësimin e infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve. Sipërmarrësit në bizneset e riciklimit, Bardyl Baltëza dhe Vullnet Haka e komentojnë kështu ligjin. Si ligj, është një ligj i domosdoshëm për të mbrojtur në mjedisin në Shqipëri. Sepse ky ligj organizon në mënyrë praktike, në mënyrë ligjore, menaxhimin e atyre mbetjeve që janë të dëmshme në, për shembull, në të gjithë botën ka për shembull ti shkon blen një shishe ujë, edhe paguan shishen e ujit, paguan ujin edhe shishen, dhe ti e kthen shishen edhe merr parat mbrapsht. Ky është një ndër pikat më serioze të këtij ligji, që nuk do ketë këtë lloj ndotje dhe kompania që i mbledh prapë bën një kontratë me kompani ricikluese dhe i riciklon. Po nuk ka humbje në aspektin ekonomik edhe pastron qytetin. Ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit është një skemë ndihmuese, plotësuese në rezultatet që kërkon të arrijë ligji për menaxhimin integruar të mbetjeve. Por kurse si do ishte një gabim i madh që të presim apo të konsiderojmë të zgjidhur çështjen e menaxhimit integruar të mbetjeve me ndarje burim nëpërmjet ligjit për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit. A përkthehet në kosto për sipërmarrjen ligji i PZP-s? Riciklimi plastikës edhe letrës, siç e thash këtu, nuk mund të bëhet me këtë, sepse ju shkoni bleni bukë, e futni në qese letre, ajo nuk kthehet ma qese letrës, por do hidhet në mbetje. Këto janë mbetjet e qytetit. Të njëjtin gjë plastika, ti blen një produkt që është i veshur me plastikë dhe çon e hedh. Ky është ligji i menaxhimit të mbetjeve që të ndahen burim. Siç është gjithë botë, që në 95-ën e kemi ligjin që mbetjet e thatat në një kosh dhe mbetjet e njoma në një kosh tjetër. Pastaj, këto mbetjet thata, letra, plastika, qelqi, gjitha këto ndahen, seleksionohen dhe i çohen industrive ricikluese. Në fazën që është ky ligj i mbështet prodhuesit vetëm me faktin që me zbatimin e tij, përfundimisht prodhuesit do ikin nga etiketimi si ndotës të mjedisit me produktet apo ambalazhet që hedhin nëpërmjet produkteve të tyre në treg. Ky është efekti pozitiv që do kemi. Dhe efekti tjetër pozitiv që pritet nëse implementimi i ligjit do bëhet i plot apo sipas modeleve të vendeve të Bashkimit Evropian, është që një pjesë e konsiderueshme e mbetjeve, të cilat janë vlerë për të rifutur në zinxhirin e vlerës në ekonomi, realisht do të rifuten si lëndë të para për të ripërdorur. Ky ligj prek drejt për drejt bizneset prodhuese dhe importuese, tregtarët, pushtetin vendor dhe konsumatorët, duke kërkuar bashkëpunim për ndarjen dhe dorëzimin e mbetjeve. Në të njëjtën kohë, ai synon të ulë ndotjen e mjedisit, të rrisë riciklimin dhe të afrojë Shqipërinë me standardet europiane në mbrojtjen e mjedisit, duke përmbushur kështu detyrimet që rrjedhin nga kapitulli 27.
pikërisht janë këto mendime të cilat krijojnë atë që jo vetëm për informimin e publikut, por edhe për gjithë grupet e interesit të janë të informuar dhe të kenë qasje të ndryshme. Pavarësisht se tashmë ligji është miratuar dhe pritet aktet nënligjore që të ketë fuqinë e vet funksionale, nga ana tjetër do të kemi edhe një pyetje jo vetëm thelbësore për sa i përket asaj që ne aspirojmë të gjithë, që është Bashkimi Evropian. Zoti Gjoka, sa parafron ky ligj me Bashkimin Evropian? Pra përtej termit e përdorur që po bëhet në kuadër të, sa realisht na afron me BE-n? Në fakt, unë si që ceka pak edhe në fillim të bisedës, ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të produsit, ose politika për përgjegjësinë e zgjeruar të produsit, është pjesë e shumë direktivave të BE-s dhe rregulloreve të BE-s, në kapitullin e 27 po flas, po jo vetëm në këtë kapitull, dhe në kapitujt të tjerë për sigurinë ushqimore, për agrobujqësinë e kështu me radhë. Po flas për pjesën e mjedisit, është pjesë e direktivës kuadër të mbetjeve, është pjesë si princip kryesor i kësaj direktive, është pjesë e direktivës së paketimeve, direktivës së vajrave të përdorura, gomave të përdorura, direktivës së mjeteve në fund të ciklit të jetës së tyre, dhe plot të rrymave të tjera specifike. Është në thelb ajo që zoti Zusi e përmendi, zhvendos konsumatorin drejt parandalimit të mbetjeve, që është çështja më e duhur në hierarkinë e mbetjeve. Pra në momentin që neve arrim të parandalojmë mbetjet, nuk kemi mbetje, nuk i kemi më probleme të menaxhimit të mbetjeve. Ky ligj shtyn drejt kësaj gjëje. Kjo na bën të shohim dhe ëndra me sy hapur, që të mendojmë një Shqipëri me mbetje të menaxhuara është ëndër. Pse jo? Pse jo? Në fakt ka shumë biznese që e kanë në politikat e tyre sot zero waste, pra prodhimin e riciklimin e çdo gjëje dhe prodhimin as pak të mbetjeve. Patjetër, por nga ana tjetër, Drini, duke qenë se ju jeni tashmë ata që mblidhni mbetje për ata që i konsiderojnë mbetje, ndërsa ju i konsideroni si lëndë e parë dytësore dhe është lënda juaj e parë e funksionimit në fabrikën tuaj. Si ka qenë, le të themi, sjellja komunitare e atyre që prodhojnë mbetjet që për ju janë lëndë e parë? Si shihet dëshira për të bashkëpunuar, dëshira për të konsideruar të mirëqenë ato që ju bëni, jo thjesht si një detyrim që ata kanë? Duhet ta them në mënyrë diplomatike për podcastin. Diplomacinë e kemi lënë në klasë të 4, kemi mbaruar punë. Këtu jemi për të thënë vërtetat. Ka një trajektore rritëse pozitive, po themi, kundrejt mënyrës se si shihet kjo qasje, pasi patjetër që në fillimet tona ne kemi filluar që në vitin 2015 të jemi një kompani që aplikojmë parimet e ekonomisë qarkulluese pa e ditur që quhet ekonomi qarkulluese, pa e ditur që po bëjmë. Domethënë keni bërë inovacionin pa e ditur emrin, pa i vënë titullin. Pa i vënë titullin, por patjetër që në momentin që i vë titullin dhe ka një diskurs shumë më të madh, atëherë amplifikohet edhe nevoja, por edhe ajo se ne çfarë bëjmë për të arritur si operacion. Pra që në momentin që kemi filluar realisht në 2020 ta quajmë ekonomi qarkulluese, edhe vetë mentaliteti dhe mindseti, jo vetëm i brendshëm, joni, patjetër që ne përpiqemi ta shpërndajmë në të gjithë punonjësit, paktën administrata jon sot unë jam i lumtur me nivelin ku jemi sepse të gjithë mendojnë se si të mos krijojnë mbetje, po dhe se si prodhojnë diçka tre nga kjo mbetje. Ky është një mentalitet shumë i rëndësishëm, por që në momentin që kemi filluar ta shpërndajmë këtë diskurs edhe me partnerët tanë, pra me gjeneruesit e mbetjeve, ka pasur një qasje paksa më të rregulluar. A është industria shqiptare ku duhet të jetë sot? Absolutisht jo. Nuk ka një sensibilizim masiv, po themi, ka një sensibilizim që është akoma në filiz gati, pra janë gjithmonë ata besuesit e parë rreth, ose janë ata njerëzit që janë formal, janë ata biznesmen që janë formal dhe ju pëlqen që tregu të ketë disa rregulla dhe loja të ketë disa rregulla. Por kjo nuk është asnjë gjë e re në një ekonomi që është në zhvillim. Pra neve nuk mund të presim që shoqëria jonë, që është një shoqëri super tranzitore, qoftë në pjesën e normave sociale, qoftë në pjesën e të bërit kapitalizëm, që të jemi si Zvicra apo si vendet perëndimore që kanë 300 vite që trashëgojnë biznesin brez pas brezi. Pra ata e kanë kuptuar rëndësinë e të bërit tyre gjërave që para 100 vitesh, që para 200 vitesh. Unë e shoh pozitive megjithatë, nuk është se e shoh negative në aspektin e biznesit dhe në aspektin e ndërgjegjësimit të industrializëve, sepse zoti Gjoka e tha, biznesi e ka në natyrën e vet uli kostot.
Biznesi ka në natyrën e vet. Sigurohet që fitimi të jetë i Biznesi ka në pastër. natyrën e vet që të bëjë inovacion, biznesi ka në natyrën e vet që të prodhojë produkte të reja për të qëndruar në treg. Dhe në momentin që fillon edhe ja ofron në këtë lloj optike, absolutisht që përqafohet ky si model. Unë problemi më të madh e shoh në ndërgjegjësimin e institucioneve që duhet t'i zbatojnë këto ligje dhe që duhet t'i kontrollojnë bizneset, sepse aty pastaj ekonomia qarkulluese ka 3 armiq kryesor. Që janë Ligjet që janë të mbi ose vendosur? të keq hartuara, ose të mbi vendosura, ose që nuk kanë, siç e tha zoti Gjoka, sanksionet e duhura me aktet nënligjore. Keq zbatimi me dashje i këtyre ligjeve apo mos zbatimi i këtyre ligjeve nga institucionet dhe nga agjencitë që duhet t'i zbatojnë, dhe mungesa e incentivave. Nëse nuk ka incentiva për industritë që të kalojnë nga një ekonomi lineare në një ekonomi qarkulluese, jo se nuk do ndodhi tranzicioni, po do jetë shumë i ngadaltë. Unë do të bëj pak avokatën e djallit, duke qenë se edhe përfaqësues të ministrisë këtu në Tryezë nuk kemi, kështu që do i mbroj unë në këtë rast dhe po them që po, incentivat edhe pse të vogla, edhe pse le të themin infantile, po vendosen dhe ka biznese të cilët janë mbështetur tek TUK në projekte të veçanta. E hedh poshtë? S'po themi 100%, po. Por që ekzistojnë, pra nuk më themi që nuk ekzistojnë fare. Gjithashtu ka dhe donator, s'po them që ka dhe donator 100% si gjë. Po, dakor, por që janë totalisht minimaliste. Mua më pëlqen shumë që t'jem realist, sepse mendoj që po që se ne personave që na jepet mundësia që të kemi një farë zëri publik, po që se nuk do jemi, themi vërtetën, dhe themi atë gjën reale, pa dashur t'i bjem qaf askujt, apo pa dashur, po mos i pikturojmë siç duhet, mendoj që nuk ka asnjë vlerë as ky diskurs që neve bëjmë. Nuk ka, realisht nuk ka. Ne jemi biznes qarkullues prej 10 vitesh e nuk kemi asnjë incentiv për të vazhduar të jemi qarkullues apo për të rritur kundrejt asaj që do të bëjmë. Edhe këto konkurset apo këto projektet që bëhen, kush është ai biznes që me 5.000 euro po fillok apo bën biznes e pastaj duhet ta mbaj. Nëse nuk ka kuadrin ligjor në rregull edhe për të vazhduar. Ai mund ta fillojë, por është i destinuar dështoj. Pra nuk janë 5.000 euro, 10.000 euro që bëhen konkurse. Unë e kam thënë shumë shpesh, e kam thënë edhe në disa vende të tjera. Për mendimin tim nuk është Shqipëria vend për të bërë startupe. Nuk e kemi neve kulturën për të bërë startupe dhe nuk e kemi as komplet ekosistemin qoftë ligjor, qoftë social për të mbështetur startupe. Fakti që nuk kemi nuk do të thotë që nuk duhet bëhemi, kështu që përpjekjet duhet të ekzistojnë. Patjetër, po ka një mënyrë tjetër. Do i diskutojmë dhe mënyrat, se prandaj janë tryezat, prandaj janë dhe diskutimet që të shkëmbehen idet. Të gjitha këto kërkesa, se s'po them ankesa, janë vërejtje të cilat vinë nga komuniteti i biznesit. Sa zgjidhen në rastin e këtij ligji? Pra, sa merren parasysh edhe kërkesat e tyre? Sigurisht nuk do ketë incentiva, por janë dhënë 3 format që ju e shprehët pak më herët që të funksionojnë dhe të ulin kostot. Por në një aspekt më të gjerë, a është mbështetje reale për komunitetin e biznesit, për prodhuesit? Atëherë, e para një që duhet të sqarojmë është se ky ligj nuk do të zgjidhë problemin. Nuk është ky ligj, u miratua ky ligj fillon të zbatohet dhe ky ligj zgjidhë gjithë problemet. Jo, ky është për prodhuesit, se ne do kalojmë te qytetarët. Jo, dakor, po flas për gjithë zinxhirin tash. Po flas në një optik pak më të gjerë, meqense se Drini vendosi në këtë rafsh. Tani, çfarë duhet kemi parasysh? Duhet kemi parasysh që bizneset janë kontribues për sa i përket gjenerimit të mbetjeve. Qoftë me produktet kur ato mbarojnë ciklin e tyre, qoftë me paketimet të cilat janë të menjëhershme. Sapo ti e merr produktin, direkt gjeneron mbetja. Kjo është një barë e madhe për bashkitë. Tashmë, bashkitë kanë një partner për të bërë dhe për të ofruar shërbimin, qytetarët përfitojnë më shumë. Dhe kjo besoj se është e drejtë. Patjetër. E dyta, ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit i detyron bizneset të tërheqin mbrapsht detyrimet e tyre. Që do të thotë, do të kemi një grumbullim të diferencuar të mbetjeve. Atë për të cilën bashkitë deri më sot, jo të gjitha, po shumica prej tyre. Deri tani vetëm Beratin kemi si model. Po Berati, po është Përmeti që ka një qendër me ndihmën e disa donatorëve, një qendër për rikuperimin e burimeve, por në Berat është duke ndodhur sepse ka pasur një suport nga shumë donatorë të vazhdueshëm. Dhe është duke ngritur një model shumë i mirë për hir të vërtetës. Po në përgjithësi bashkitë kanë dështuar sepse ka të bëjë me informimin, ka të bëjë me kapacitetet, ka të bëjë me mungesën e infrastrukturës, me edukatën qytetare, ka të bëjë me edukatën qytetare dhe ky ligj ndikon edhe tek edukata qytetare. Nëse më lejon. Patjetër. Tani bizneset nuk kanë në bazë të këtij ligji nuk kanë vetëm përgjegjësi financiare.
vetëm për të paguar një tarif për këtë që janë duke shkaktuar, këtë dëm që janë duke shkaktuar në thonjza. Ato kanë detyrim të raportojnë, ato kanë detyrim të informojnë. Dhe informimi duhet bëhet në mënyrë të tillë që qytetarët minimalisht të dinë se si të ndajnë mbeturinat, pra kush është e riciklueshme, si duhet ndarë, të dinë ku ta çojnë produktin kur ai është në formën që nuk duhet më, pra në formën e mbetjes, ose ku ta çojnë për ta riparuar. I gjithë ky informacion duhet dhënë ose nga biznesi që vendos produktin në treg përmes etiketave, përmes numrave që cilat vendosen në paketim, ose jepet nga shoqatat me përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit, të cilën 30% të fondeve në 2-3 vitet e para të formimit të tyre e kanë vetëm për të informuar dhe për të dhënë informacionin e dur se si këto rryma mbetjesh specifike, nëse bëhet fjalë për paketimet, nëse bëhet fjalë për pajisjet elektrike, elektronike, nëse bëhet fjalë për bateritë, për vajrat e përdorura, këto janë rrymat sot në treg, por më mbrapa do të hyjnë tekstilet, do të hyjnë mbetjet voluminoze, do të hyjnë mbetjet e ndërtimit, të gjitha rrymat e mbetjeve. Atëherë, çdo prodhues që vendos këto lloj rrymash në treg është i detyruar të japë informacion se ku këto duhet shkojnë dhe si këto duhet mblidhen. Kështu që në këtë kontekst, ky ligj kontribon shumë edhe me kapacitete infrastrukturore, pasi shoqëritë në përgjithësi të zgjeruar prodhuesit sipas ligjit duhet të hyjnë në bashkëpunim me bashkitë për të vendosur sisteme të grumbullimit të diferencuar të mbetjeve, të cilat më pas duhet t'i raportojnë, do të kenë të gjitha targetet përcaktuar se sa duhet të mbledhin në varësi të numrit të bizneseve të cilët janë pjesë e këtyre shoqërive në përgjithësi të zgjeruar dhe përveç kësaj do duhet të informojnë. Pra, unë e shikoj si një ligj që punon në 3-4 rafshe, i cili synon, ashtu siç e thash në fillim, të shty nga një ekonomi lineare drejt një ekonomie qarkulluese, ku në themel është ndarja e mbetjeve, grumbullimi i diferencuar i mbetjeve. A kemi ne të dhëna se sa është komiteti i sipërmarrjes dhe i prodhuesve që preken drejt për së drejtë nga ky ligj? Atëherë, nga ky ligj preken të gjithë prodhuesit, të cilët vendosin në treg mbetje paketimi, të gjitha llojet e paketimit, vendosin në treg pajisje. Letër, plastik, qelç, metal. Letër, plastik, qelç, metal, po, më fal. Duhet ta bëja pak. Jo, duhet ta themi sepse të jemi të gjitha ato elementë të cilët paketojnë produktin kur neve vendosin në treg, janë të tërë operatorët të cilët vendosin makina në treg, kur makinat në fund ciklit të tyre të jetës kur ato nuk përdoren më, ata kanë detyrimin që t'i tërheqin mbrapsht, t'i çmontojnë, t'i vendosin. Pra nuk do ekzistojnë varrezat e makinave? Sipas këtij ligji, jo, nuk duhet ketë më, për sa kohë që ka tregtarë të cilët vendosin makina në treg, ose i importojnë, ose i vendosin, ata janë përgjegjës në fund ciklit të jetës tyre për të asgjësuar të rrymbetjesh, për bateritë dhe mbetjet e baterive, të tëra bateritë dhe mbetjet e baterive duhet të tërhiqen mbrapsht, dhe për vajrat e përdorura dhe gomat e përdorura. Këto janë rrymat specifike të mbetjeve, të tërë prodhuesit që vendosin këto lloj rrymash në treg janë të detyruar dhe janë përgjegjës ose janë subjekti i këtij ligji, le të themi. Drini, ajo çfarë unë di, në kuptimin e asaj që njoh ekonominë, reagimi i parë që do të vinë nga Komiteti i Biznesit është kostot. Ky ligj do të na rrit kostot. A janë këto kostot të cilat vërtet do të mendojnë për të gjetur forma për mos zbatimin e tyre, sepse sa herë që ka kosto, tarifa për biznesin, gjenden mënyra për të shmangur atë. Në gjykimin tuaj dhe në analizën tuaj si do të funksionojë? Nga komuniteti, tani si sipërmarrës dhe si prodhues. Po patjetër që do ketë. Gjithmonë ka persona që mendojnë që janë mbi ligjin, sidomos në këtë kulturën tonë ballkanike, perëndimore, që na pëlqen të jemi pak kundra ligjit, po themi. Por unë prandaj e thash që armiqt kryesor të zbatimit të ekonomisë qarkulluese apo rritjes së ekonomisë qarkulluese është mos zbatimi i ligjeve apo i sanksioneve nga agjencitë që e kanë për detyrë ta bëjnë këtë gjë. Inspektoriatet kryesisht janë ato që bëjnë edhe normalisht. Absolutisht. Kjo nuk do të thotë që inspektoriatet kanë një rol vetëm shkopin, ose kanë edhe karrotën, kanë edhe informim, kanë edhe pra një agjenci nuk duhet vetëm ti që ke gabim, jo, një agjenci duhet të tregoj se si ti duhet t'jesh mirë. Sa protokolli i inspektimit që vlen me bazë risku, sigurisht nuk do ja mësojmë ne tani protokollin. Por këto kosto, zoti Gjoka e tha shumë mirë, mendoj që do ndodhi e njëjta gjë siç ka ndodhur në industrinë tonë, që
nga një kokçarje në thonjza, nga mbetje, ato kthyen në produkte për cilat neve i paguajmë sot. Pra, juve ja u blini mbetjet atyre që i prodhojnë. Atyre që i pra ata prodhojnë. që janë mbetje që duhet t'i hedhin, ju Që jo deri vetëm dikur i hidhnin, deri para dikur i 10 hedhin vitesh që i hidhnin. shkarkoheshin në lumenj, shkarkoheshin në ujra, vinte ereke që Gjitha. gjithë qyteti. Tashmë ato blihen dhe ata i kanë Një pjesë. Një pjesë. Ajo Atë që do ka bëjë- vlerë. Patjetër, Atë sepse që ju janë një intereson pjesë. juve, se duhet se pastaj do të ka hym në Ajo që ka një vlerë më të madhe në treg, patjetër neve blejmë. Ajo që ka një vlerë më të ulët, neve i shërbejmë për ta hequr atë si mbetje. Por raporti është 1-3, do me thënë krahasimisht është 30% dhe 100% që ata marrin si e ardhur nga produktet që ne ju blejmë. Unë mendoj që njëjta gjë do ndodhi, sepse me lindjen e industrive të reja do krijohet kompeticion në thonjza për atë lëndë të parë. Me aq pak lëndë parë sa kemi neve, do jenë në një pozicion shumë luksi sa për ta shitur, do ketë inovacion kundrejt paketimeve, shumë gjëra, pra në qofse zbatohet siç duhet. Në qofse agjencitë ligjzbatuese do ta bëjnë realisht detyrën e tyre dhe nuk do ta shohin thjesht si një mënyrë tjetër për të nxitur korrupsion apo gjëra të tilla. Patjetër. Zotë Gjuka, duke nisur nga kjo, a do të jetë kjo një lehtësim për ricikluesit e letrës të cilët kanë ankesën e vazhdueshme që nuk kanë lëndë të parë, sepse ata nuk mund të importojnë lëndë të parë dytësore, por ndërkohë që kjo eksportohet e jona, do t'u japi atyre një dorë të mirë që të kenë fabrikat e tyre kapacitet të punojnë përgjatë gjithë kohës dhe jo vetëm pak ditë në muaj? Që është shqetësimi i tyre real i ditëve të sotme. Në fakt ke pregu një temë shumë interesante edhe që shpeshherë kompanitë neve kemi diskutuar në për emisionet ndryshme dhe kemi dëgjuar që gjithë industria e riciklimit, e cila ka bërë një përpjekje masive, le të themi, në investime, është drejt falimentimit si pasojë e mungesës së lëndës parë dytësore. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme për industrinë e riciklimit është që lënda parë duhet jetë e pastër. Pra, kur them e pastër, duhet jetë ndarë në burim. Patjetër. Atëherë ajo merr vlerë. Ligji në thelb krijon treg për të gjitha kompanitë e riciklimit, të cilat për hir të vërtetës deri më sot janë të bazuara vetëm mbi sektorin informal, të cilët mundohen të grumbullojnë mbeturinat, të ndajnë mbeturinat në mënyra nga më të ndryshme, sepse shikojnë atë si një burim për të ardhurat minimaliste dhe përfundojnë pastaj tek kompanitë e riciklimit, të cilat mundohen të bëjnë riciklim që ndonjëherë nuk është dhe riciklim i pastër, po është downcycling, do të thënë riciklim me një vlerë më të ulët se vlera reale e produktit që është, nëse do të ishte i ndarë në mënyrë të pastër. Por sot kompanitë e riciklimit i kanë partnerët e tyre që do të jenë shoqëritë me përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit, të cilët duhet të lidhin kontrata me bashkitë për të grumbulluar në mënyrë të veçuar mbetjet dhe në të njëjtën kohë duhet të raportojnë sasinë e mbetjeve që depozitojnë tek kompanitë e riciklimit. Dhe këto janë raportime që duhet bëhen në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit një herë në 3 muaj dhe pastaj në fund të vitit të gjitha mblidhen dhe shkojnë në Ministrinë e Mjedisit. Në të njëjtën mënyrë, të gjitha bizneset duhet të raportojnë, duhet të bëjnë një vetë deklarim se sa përqind e paketimit të tyre ka përfunduar te kompanitë e riciklimit. Dhe këtë informacion e marrin nëpërmjet shoqatave me përgjegjësi të zgjeruar të prodhuesit ose nëse kompanitë lidhen drejt për drejt me kompanitë e riciklimit, sepse asnjë gjë, një kompani e madhe, Coca-Cola për shembull, pa dashur të bëjë një reklam. Jo, mund ta bësh në rast që rast suksesi mund ta bësh reklam ose kompanitë të cilat furnizojnë për shembull me ujë, të tëra paketimet e tyre duhet që t'i mbledhin mbrapsht, dhe duhet që t'i riciklojnë. Atë do të kenë norma për grumbullimin e tyre mbrapsht, për shumë 25 deri në 75% thot ligjit të gjithë sasisë së materialeve që ato hedhin brenda vitit duhet ta mbledhin. Dhe këtë gjë duhet ta raportojnë që e kanë çuar te kompanitë e riciklimit. Dhe këtë gjë duhet ta raportojnë në shoqëri, duhet ta raportojnë dhe në AKM dhe në Ministrinë e Mjedisit dhe duhet të bëjnë një vetë deklarim çdo vit për vitin pasardhës. Pra, çfarë rezultatesh kanë pasur. Kështu që në këtë drejtim kompanitë e riciklimit tashmë u zgjerohet tregu për të gjetur material lëndë të parë dhe për të vazhduar përpunimin dhe riciklimin e tyre. Sa kohë do t'i duhet këtij ligji që të, le të themi, të edukojë, sensibilizojë dhe vendos ato farat e mbjella që të arrihet deri në fazën që qytetarët i ndajnë mbetjet në burim që në shtëpi. Sepse ne po flasim vetëm për prodhuesit, për ata që hedhin treg, ndërkohë që këtyre prodhuesve ja u ble konsumatori, i tërheq konsumatori si produkte. Po. Në thelb nuk janë kostot, ato që ju përmendët, në thelb është informimi. Unë mendoj që ligji hyn në zbatim në fund të vitit, pasi ka akte nënligjore të cilat duhet të hartohen.
procedurat, se si do të bëhet monitorimi, si do të bëhet raportimi, si do të vendosen tarifat etj. Por është shumë e rëndësishme që edhe banorët, po edhe bizneset të informohen mbi mekanizmat dhe mënyrat se si do të funksionojnë. Në qoftë se nuk janë të informuar dhe shumica prej tyre janë gjithmonë kur i thuhet ligjit për përgjegjësinë e zgjeruar të produsit ke një tarifë për të paguar, op kosto. Në fakt ne prekëm shumë aspekte që ka shumë opsione dhe ka shumë mundësi të tjera dhe ka shumë kontribute të tjera që ky ligj sjell, por bizneset këtë gjë nuk e dinë, qytetarët këtë gjë nuk e dinë. Jemi këtu për t'u thënë. Kështu që informimi mendoj që është thelbi. Dhe se si përçohet mesazhi, kjo varet se si aktorët punojnë me njëri tjetrin. Pra në ligj kemi Ministrinë e Mjedisit, kemi Agjencinë Kombëtare të Mjedisit, kemi Inspektoratin, kemi doganat, kemi bashkinë, kemi dhe bizneset e riciklimit. Pra janë gjithë të aktorë të cilët të gjithë së bashku do duhet që të përçojnë mesazhet tek konsumatorët, tek bizneset, në mënyrë të tillë që të gjithë së bashku ta përçojmë të mesazh dhe të fillojmë të kuptojmë se si mekanizmi duhet të eci. Dhe pastaj ligji ngelet vetëm për të zbatuar. Tani ne kemi gjithë kohën që themi të përcjellim mesazhin, të informojmë. Mesazhi i fundit dhe informacioni i qartë jo vetëm për prodhuesit në këtë rast, sepse ata e kanë përballjen e parë me ligjin, por edhe për qytetarët. Veturinat kanë vlerë. Ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit është një urë lidhëse ndërmjet ekonomisë qarkulluese dhe Bashkimit Evropian. Akseson tregje të reja për biznesin dhe rrit konkurrueshmërinë. Dhe i bën më fitimprues bizneset? Në mos fitimprues i bën më inovator. Edhe të qëndrueshëm. Pa diskutim. Për ju Drini? E përmblodhe shumë mirë. Mos ma kaloni topin ku dua mesazhin tënd. Jo, realisht mendoj që ekonomia qarkulluese është e tashmja e ardhmja dhe është një rrugë pakthim pozitive, po themi, dhe duhet me patjetër që të shkohet drejt ekonomisë qarkulluese, sepse duhet jemi qytetarë të mirë, jo vetëm për vendin tonë, por edhe për botën në fundit. Gjithë do donim që të kishim një mënyrë dhe është edhe shkencërisht e vërtetuar që njeriu ndihet më mirë kur kontribon përtej asaj se çfarë merr kur kontribon. Kështu që është një mënyrë e mirë për të rritur ndërgjegjësimin, për të qenë kontribues, jo thjesht pritës të krijimit të një jete më të mirë, le të na vijë nga dikush tjetër, por kontribues kundrejt krijimit të një jete më të mirë, gjithmonë nëse zbatohet siç duhet. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë episod, por gjithashtu dua të ndaj jo vetëm me ju, por edhe me shikuesit tanë, një element shumë të rëndësishëm që është plotësisht në dorën tonë. Nëse ai në rand thotë që sipërmarrja e çon përpara shoqërinë, unë e besoj absolutisht të postulat, por nga ana tjetër besoj shumë edhe te ndërgjegjja qytetare dhe tek ajo se çfarë ne na duhet të zbatojmë. Nëse ne kushdo nga ju që është sipërmarrës apo edhe thjesht qytetar dhe ka qartësinë e duhur që mbetja të ndahen në burim dhe mund t'i ripërdorim më pas t'i çojmë për riciklim, do të ishte shumë e shëndetshme ekonomikisht, por edhe nga ana shëndetësore. Ju falenderoj për vëmendjen, falenderoj dhe Bashkimin Evropian që nëpërmjet projektit EU for Green Gen na ka mbështetur.